Ja se çfarë i ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse hani djathë çdo ditë. Djathi është një nga produktet më të konsumuar masivisht të nënprodukteve të qumshtit. Këtë e thot një analizë e 15 studimeve të ndryshme shkencore mbi rolin e djathit kundër problemeve të shëndetit të zemrës. Djathi përmban disa ushqyes të rëndësishëm për shëndetin e zemrës, siç janë kalciumi, zinku, vitamina A dhe vitamina B12. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Djathi gjithashtu është një produkt fantastik që mund të shtohet lehtë në dietën tuaj, pasi është i pasur me nivele të larta të ushqyesve, dhe deri më sot besohet se ai do të rriste nivelin e kolesterolit dhe riskun e sëmundjeve në zemër, por nuk është kështu. Studimet e reja sugjerojnë se ky produkt luan një rol mbrojtës në shëndetin tuaj kardiovaskular. Studimet mbi rolin e djathit dhe shëndetit të zemrës janë publikuar së fundmi. Ushqyerja e tyre gjithashtu tregoi se djathi është një aleat shumë i mirë i mbrojtjes së shëndetit. Të gjithë studimet analizuara mbi këtë çështje përfshin të dhënat e plot 200.000 personave. Ushqyerja e tyre u monitorua nga shkencëtarët për më shumë se 10 vite. Të dhënat treguan se njerëzit që konsumonin rregullisht djathë ishin 18% më pak të rrezikuar nga sëmundjet kardiovaskulare. Ata ishin 14% më pak të rrezikuar nga sëmundjet koronare dhe 10% më pak të rrezikuar nga ishemia. Por cilat janë vlerat e djathit në organizëm? Djathi është një nga ushqimet me më shumë vlera dhe një burim shumë i mirë i proteinës, kalciumit dhe vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme. Krahas shëndetit të zemrës, konsumi i djathit ndihmon në forcimin e kockave dhe uljen e riskut të osteoporozës. Efektet e djathit janë të dobishme si për hipertensionin dhe shëndetin e dhëmbëve gjithashtu. Kjo pasi kontribon në mbajtjen e shëndetit të fortë dhe të vlefshëm. Djathi përmban sasi të mira të vitaminave dhe të kolinës. Në përmbajtjen e tij gjithashtu ka vitaminë E, vitaminë K, riboflavin, vitaminë B6, folat, B12, gjithashtu edhe betain. Ndaj konsumi i djathit në menun tuaj ditore do të kthehet në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Kur bëhet fjala për djathin, sigurisht njerëzit e pëlqejnë atë dhe e shtojnë në çdo vakt të tyre. Megjithatë, disa shqetësohen se mund të shkaktojë probleme të zemrës ose shtim të padëshiruar në peshë. Në këtë video do ju japim të gjitha informacionet që nevojiten për përfitimet dhe vlerat që do të marrë shëndeti nga konsumi i djathit. Ka shumë mundësi që të zgjidhni kur bëhet fjala për djathin atë të bardhë, i cili do të ofrojë më shumë përfitime. Djathi është një burim i pasur i lëndëve ushqyese. Ai është një burim i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave. Gjithashtu ai përmban sasi të larta të vitaminës A dhe vitaminës B12, së bashku me zinkun, fosforin dhe riboflavinën. Ai mund të mbrojë dhëmbët nga kavitetet. Sipas studimeve ku mbështetemi, djathi dhe nënproduktet e qumshtit në përgjithësi mund t'i mbrojnë dhëmbët nga dëmtimi. Djathi është një burim i acidit lineolik të konjuguar. Djathi me yndyrë të lartë përmban sasi të vogla të acidit lineolik të konjuguar, një yndyrë e shëndetshme që mund të ndihmojë ndjeshëm në parandalimin e obezitetit, të sëmundjeve të zemrës dhe në zvogëlimin e inflamacioneve. Djathi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të zemrës. Sipas hulumtimeve, djathi, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ato sigurojnë lëndët ushqyese dhe kanë veti të mira antiinflamatore, që mbajnë larg këto shqetësime që i kanosen vazhdimisht edhe trupit tuaj. Konsumi i djathit në menun tuaj ditore duhet të jetë gjithmonë brenda rekomandimeve të ekspertëve. 40 deri në 50 gram djathë çdo ditë është masa e mjaftueshme për të marrë përfitime dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e shëndetit tuaj. Sigurohuni që djathin ta keni pjesë të dietave tuaja brenda normës së rekomanduar dhe përfitimet do të jenë të menjëhershme dhe të shumta. Shqiptarët djathin e konsumojnë pothuajse në çdo vakt.
Edhe një fetë djath e shndron sallatën ose vaktin më të mërzitshëm në një ushqim të shëndetshëm dhe një gosti të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, kjo për shkak të vlerave të tij shëndetësore që bartë. Por a kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të ngrënë djath dhe për të marrë gjithashtu vlerat e tij shëndetësore? Duke qenë se djathi është një nga produktet më të rekomanduara të bulmetit, mëngjesi është vakti kryesor kur ju mund të konsumoni djathin për të marrë të mirat e tij në dobi të shëndetit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Duke qenë se djathi është një produkt që konsumohet gjerë, nuk është të menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh ushqyes. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi jonë përfiton më shumë nga vlerat e djathit të bardhë. Në këtë video do të listoj arsyet pse djathi duhet të konsumohet çdo mëngjes të dietës suaj dhe ndikimin e tij pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të një pasnjëshme. Djathi i konsumuar në mëngjes është gjithashtu më i thjeshtë për t'u tretur. Sipas të ënave, djathi i bardhë dhe produktet e bulmetit në organizmin ton treten më lehtë. Falë strukturës së tij dhe enzimave të stomakut që arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë përthithjen e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti të mira antiinflamatore, ai ndihmon në tretjen e të gjithë personave që janë intolerantë ndaj produkteve të bulmetit. Ai ka përqindje më të ulët të yndyrës. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë për çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Nëse ky djath konsumohet në mëngjes nga persona që kanë probleme me kolesterolin, ai ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm dhe në përthithjen e yndyrnave gjatë gjithë ditës. Djathi gjithashtu është një nga burimet më të mira të niveleve të larta të proteinës. Përveç sasive të rekomanduara të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe nivele të mira të proteinës. Të gjithë ekspertët edhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin e tyre ta pasurojnë gjithashtu me sa më shumë proteinë cilësore. Një prej tyre është edhe djathi, i cili jep organizmit tuaj shumë përfitime gjatë ditës, dhe nga ana tjetër është jetësor për shëndetin e muskujve. Djathi është i pasur plot e përplot me vitamina. Djathi i bardhë është i pasur me vitamina të rëndësishme siç janë vitamina B6, vitamina A, folati, gjithashtu dhe fosfori. Vitamina B6 ka një funksion thelbësor për metabolizmin dhe formimin e qelizave të reja, ndërsa vitamina A, falë antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha llojet e radikaleve të lira në trupin tuaj. Fosfori, i fundit në radhë por jo nga rëndësia, është një mineral që gjendet në secilën qelizë të organizmit ton. Ai ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrat e aciditetit. Në bashkëveprim me kalciumin gjithashtu, ai rigjeneron dhe ndërton qelizat e reja kockore dhe parandalon edhe komplikacionet e tyre. Nëse djathi shtohet në rutinën tuaj ditore të mëngjesit, do të japë rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Djathi përmban probiotik fantastik, të vlefshëm për rigjenerimin e organizmit. Djathi i bardhë është një produkt ideal për shëndetin e aparatit tretës. Ai përmban një numër të lartë të probiotikëve të cilët ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të stomakut, por jo vetëm. Djathi ndihmon gjithashtu edhe në një shëndet më të mirë të kockave. Duke qenë se djathi prodhohet nga qumshti i lopës, dedeles ose dhis, është një nga burimet më të mira të niveleve të duhura të kalciumit. Nëse ai konsumohet në mëngjes, trupi përfiton nivelet e duhura të këtyre mineraleve dhe parandalon gjithashtu komplikacionet e tyre. Djathi është një nga produktet e bulmetit më të konsumuara jo vetëm në rastet e festave. Studimet e kryera nga Kina dhe Olanda tregojnë që përpos efekteve të deri tanishme ka edhe efekte afatgjata. Kërkuesit observuan për 10 vite 200.000 persona, ku caktuan se konsumi i djathit në dietën e tyre tregoi përfitime të rëndësishme në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.